Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot po ndaj me ju një nga bukët më të shëndetshme, sidomos për ju që vuani nga kolesteroli i lartë apo nga diabeti. Kjo është buka e thekris, e cila është plot vlera ushqyese dhe për personat që kanë shqetësime të tilla, por edhe për ju që dëshironi të ushqeni shëndetshëm, unë ju sugjeroj ta përgatisni, ta provoni dhe jam e bindur që nuk do ju ndaheni më kësaj buke. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Unë kam shtuar rreth 2-3 lugë gjelle me tharm, por sigurisht që mund ta përdorni edhe me maja buke nëse nuk ju gjendet tharmi në shtëpi. Unë tharmin e kam përgatitur me miell integral dhe jam shumë e kënaqur me rezultatin që bën. Pasi kam shtuar 3 lugë tharm, kam shtuar 1 lugë gjelle mjalt, mjalti duhet të jetë shumë i mirë dhe do ta përzijem duke shtuar pak ujë derisa të bëhet një masë një trajtshme dhe do ta lëm pak minuta ashtu në mënyrë që të aktivizohet. Kjo është shumë e rëndësishme pasi buka e thekrës nuk ka shumë mundësi që të fryhet, prandaj edhe kjo luan rol kryesor. Do shtojmë 500 gram miell thekre dhe do ta punojmë duke shtuar edhe ujin pak e nga pak, rreth 350 ml ujë të vakët, e shtojmë pak e nga pak duke e punuar me dorë. Dhe kur arrim deri në këtë pikë të masës, do shtojmë 1 lugë çaji, krip dhe 2 lugë gjelle vaj ulliri. Do vazhdojmë edhe pak që ta punojmë. Buka e thekrës nuk ka nevojë që të punohet shumë, mjafton të bëhet një masë, është pak e vështirë në punim, pra nuk është elastik brumi si kur bëjmë bukë me miell të bardhë dhe do ta lëm të pushoj për 4 orë. Pas 4 orëshve e vendosim në tavën e pjekjes me letër kuzhine. Unë i kam dhënë formë edhe pse pas pjekjes forma nuk mbetet shumë dhe e kam lënë të pushoj edhe për 1 orë tjetër dhe më pas e kam pjekur në 200 gradë derisa të jetë gati. Nëse dëshironi një rezultat akoma më të mirë, mund të shtoni edhe pak miell gruri të bardhë, por unë doja që ta përgatisja vetëm me miell thekre dhe u bë vërtet shumë e mirë. E mira është ta lini të kulloj pak, unë e preva të ngrohtë, e mira është që të ftohet, pastaj ta prisni, por gjithsesi rezultati është shumë i mirë dhe ka një shije fantastike. Do ju mjaftoj vetëm një fet. Si ju duket si recetë, pres përshtypjen tuaj në koment me padurim.